Atëherë, për sa i përket menaxhimit të plazheve në zonën e Velipojës, tashmë siç e dini ka filluar puna edhe për sa i përket pastrimeve dhe sistemimeve, por edhe për sa i përket ndarjes së stacioneve të plazheve, një punë që bëhet në bashkëpunim edhe me Agjencinë Kombëtare të Bregdetit. Aktualisht për këtë vit është një mundësi e re që jepet gjitha bashkive për sa i përket menaxhimit të plazheve publike. Kjo duhet qartësuar shumë edhe të dihet pra që kjo situatë nuk do të cënojnë absolutisht plazhet publike pa pagesë, pra sipërfaqja 30% plus edhe më tepër do të jetë sërish edhe gjithmonë në shërbim të publikut edhe pa pagesë, ndërkohë tek pjesa e plazheve të menaxhueshme do të jetë këtë vit mundësia që përveç plazheve private dhe stacioneve siç i quajmë private, të kenë mundësi edhe bashkitë të menaxhojnë plazhe me pagesë. Për këtë sezon Bashkia Shkodër do të ketë 4 plazhe të menaxhuara me pagesë, të cilat janë të shtrirë 3 në Velipoj dhe 1 në zonën e Rjollit. Ne jemi në proces për fillimin e mobilimit tyre plazheve me çadra, shezlonet përkatëse. Është pak a shumë menduar dhe përcaktuar një çmim që nuk do ta kalojë masën 500 lekë për sa i përket plazheve publike me pagesë, edhe dua ta ritheksoj sërish që kjo nuk cënon absolutisht plazhet e lira dhe plazhet pa pagesë. Një tjetër iniciativë e cila derivon edhe rrjedh nga ligji që është në fuqi tashmë për menaxhimin e plazheve, është fakti që bashkive përmes këshillave bashkiake jepet e drejta që të përcaktojnë një çmim tavan për plazhet private. Kjo është për një sër arsyesh për të bllokuar spekullimet, për të ndalur pak atë rritjen e çmimeve ndoshta shpeshherë të pa bazuar në kosto, edhe ne si Bashkia e Shkodrës kemi hapur dëgjesën publike e cila do të zhvillohet me datë 21 maj të këtij muaji, për sa i përket përcaktimit të çmimit tavan. Pra bashkitë kanë të drejtën që të vendosin çmimin tavan me cilin operatorët privat mund të funksionojnë. Çmimi tavan i propozuar në dëgjesë publike që do të integrohet pastaj edhe në kontratat e operatorëve privat është në vlerën 900 lekë të reja. Pra ky është çmimi tavan i përcaktuar ku operatorët ekonomik sipas kërkesës, sipas asaj tregut që do të jetë për gjatë këtij sezoni, do të vendosin çmimin e tyre në bazë të kërkesës edhe në bazë të mundësisë, por gjithmonë pa kaluar vlerën 900 lekë të reja për çadër dhe 1500 lekë të reja për strukturat që janë në formë gazeboje. Sa është numri kontratave të lidhura deri në këtë moment? Atëherë, informacioni është i updateueshëm çdo ditë, sepse çdo ditë AKB-ja miraton kontratat e reja në bazë të kritereve që shqyrtojnë ato. Ndërkohë kemi kontratat ekzistuese që kanë qenë me afate 3-4 vjeçare, të cilat siç e shohim edhe në Velipoj kanë filluar me vendosjen e stacioneve të plazhit, ndërkohë çdo ditë vijnë updatime të miratimeve të reja, të cilat i jepen edhe privatit edhe ne si bashki, dhe është një proces që shpresojmë që deri në gjysmën apo në fundin e muajit maj të përfundojë. A është bërë ndarja e parcelave nëse mund të përkupizojnë si të tilla për sa i përket bizneseve, se sa shezllon mund të përdorin ato për bizneset e tyre? Këto janë kriteret që mirë përcakton ligji dhe përcakton shqyrtim nga AKB-ja, ku gjithsecili biznes, konkretisht hoteleri, mundet të marrë aq çadra sa që ka
dhoma akomodimi. Pra është një shifër e mirë përcaktuar në bazë të çdo aplikimi.